Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar një video ku ka shpjeguar dallimet kryesore mes faturave të fiskalizuara dhe atyre të pafiskalizuara. Sipas tatimeve, çdo qytetar duhet të kërkojë dhe të pajiset me faturë tatimore për çdo blerje apo shërbim të kryer. Video shpjegon se fatura e fiskalizuar përmban numrin identifikues të veçantë të faturës, një kod unik për çdo faturë të fiskalizuar që lidh faturën me subjektin lëshues, si dhe numri i sigurisë së lëshuesit të faturës, që siguron identifikimin e saktë të lëshuesit. Fatura jo fiskale nuk përmban asnjë nga elementët e mësipërme dhe nuk garanton që transaksioni është i regjistruar. Elementi i rëndësishëm është kodi QR, i cili mundëson skanimin e faturës. Nëse ky kod mungon, fatura nuk është e fiskalizuar, ndonse ajo mund të ngjajë vizualisht me një faturë të fiskalizuar. Tatimet u kujtojnë taksa paguesve se mosmarrja e faturës favorizon informalitetin dhe shmangjen e detyrimeve tatimore dhe dëmton klimën e biznesit, ekonominë dhe interesin publik, ndaj u bëjnë thirrje qytetarëve që të kërkojnë fatura tatimore si dhe të denoncojnë rastet abuzive në kanalet zyrtare të administratës tatimore.